Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi si gjithnjë bashk në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Në një qytet ku drita dhe deti flasin çdo ditë me ngjyra, vjen një i ri që ka zgjedhur të kthejë këto ngjyra në mendim. Harilla Ibrahimi, artisti i ri vlonjat, nuk pikturon thjesht atë që sheh, por atë që ndjen dhe përpunon thellë brenda vetes. Në punimet e tij gjen një botë që të fton të ndalesh mes heshtjes dhe zhurmës, mes bukurisë dhe dyzimit, mes asaj që duket dhe asaj që fshihet. Një amalgam e rrallë mes poetit, filozofit dhe piktorit. Harilla vjen sot për të ndarë jo vetëm artin e tij, por dhe mënyrën se si ai e sheh jetën. Çfarë e frymëzon, çfarë e trazon, dhe mbi të gjitha, çfarë kërkon të zgjojë tek ne, pikërisht përmes ngjyrave të tij. Mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Harilla, i kam parë të gjitha punimet e tua në pikturë dhe më bën përshtypje një fakt. Duket sikur të gjitha punimet e tua në pikturë, më shumë se sa ngjyra, kanë mendim. Kur ti e ndjeve nevojën për herë të parë që duhej të flisje, të themi, në thonjza përmes artit? Ka nisur shumë natyrshëm. Në fillim ishte thjesht një mënyrë për të nxjerrë ato që kisha për brenda. Dhe me kohën kuptova që arti është mënyra ime për të folur atëherë kur nuk i gjeja më fjalët e duhura. Komunikimi më i mirë, më i bukur dhe paqësor në fillimet e mi. Po, dhe sa vjeç ishe? 14. 14, adoleshent. Po. Duket se në të gjitha punimet e tua bashkjeton poeti, filozofi dhe piktori. Cila nga këto, të themi, ndjesi njëherë ngrihet, njëherë ulet, apo janë në një harmoni, janë në një dialog të përhershëm? Besoj janë gjithmonë bashkë, sepse ka momente që ndjej si poet, herë të tjera ka momente që mendoj më thellë, dhe në fund i nxjerr të gjitha me anë të pikturës, të shkrimit. Është një trazir gjithmonë në kuptimin e mirë të fjalës. Është alternim i të trejave, po. Ti shkruan, po e lexoj vargun, kjo heshtje shpirtrash më trem. Çfarë është kjo heshtje për ty, Harilla? Është frikë, është revolt, apo është një thirrje për të reaguar? Është ajo gjendja ku njerëzit ndjejnë, por nuk e shpreh, dhe kjo është pak e frikshme. Sepse krijon një lloj ftohtësie mes nesh, indiferencë. Është një thirrje për të dëgjuar pak edhe kjo e bën shoqërinë tonë të ketë keqkuptime, sepse nuk ka ndarje mes njerëzve, ka vetëm keqkuptime. Frika në vetvete, ndryojtja. Prandaj e bëj këtë thirrje. Po. Në një farë mënyrë. Për të reaguar. Thirrje edhe për reagim. Apo jo? Po. Në një botë që siç thua ti, pi, por ka harruar dehjen, çfarë kërkon të zgjojë arti yt tek njerëzit? Pi, po ka harruar dehjen. Dua të them që njerëzit të ndalen pak për një moment, edhe mos ta kalojnë diçka pa e ndjerë, pa e përjetuar, pa e kuptuar, sepse arti është reflektimi i vetes. Në vetvete. Unë kur shikoj personalisht diçka, një pikturë,
të një piktori e li personalisht me vete, me gjendjen time të brendshme. Është reflektim. Pa asë një pikturë ime nuk është direkt personale, dedikuar vetes, për dedikim për të gjithë. është përfaqësuese, është gjithë përfaqësuese, po. Ndërkohë që pikturat e tua nuk duken thjesht si një vështrim mbi këtë realitet që sapo fole, por duket sikur ti kërkon pikërisht atë të interpretosh thellë këtij realiteti. Atëherë pyetja ime është kjo, si e sheh ti botën? E sheh më shumë të bukur, Arilla, apo të dyzuar? Bota ka shumë bukuri, por ka edhe shumë kontraste. Po. Mendoj që është përzierje e të dyjave dhe bashkëveprojnë në harmoni, si një ndërlikim i veçantë dhe i bukur. Mendoj se është interesante. Është dhe e bukur dhe e dyzuar, apo jo? Ndaj dhe ti e në kërkim gjithmonë, në kërkim të asaj gjëje që duket dhe nuk duket. Ndërkohë që e trajton, të them në mënyrë të veçantë në punimet e tua, figurën femërore. Je larg sipërfaqes dhe je më pranë, të themi, shpirtit. Atëherë, çfarë përfaqëson gruaja në universin tënd artistik? Po të isha në faqë frymëzimi tani do ta thoja shumë bukur, po jemi në pyetje përgjigje. Mund ta thuash dhe është më origjinale ajo. Do ta them siç më vjen. Po, thuaje. Për mua gruaja nuk është thjesht pamje, është ndjesi, energji. Mendojmë ta cilë më shumë si shpirt, se sa si forme, si një frymë. Dhe vërtet gruaja, veçoria të një grua është ajo fryma, sensualiteti i perceptimit femerar është ndërlikuar. Është ndërlikuar. Si shkrimet e mia që edhe shoqëria ndonjëherë më thotë ti nuk kuptohesh. Punë e madhe. Jo, ti shkruan, ti pikturon dhe patjetër që do kuptohesh pastaj. Ndonjëherë nuk e kuptoj edhe veten ku shkruaj. Përmezim. Po prandaj tham që është dhe filozofi atje. Tek punimet, nuk është vetëm piktori, është dhe filozofi, ashtu siç është edhe poeti. Përgjithsisht, kur flitet për Harilla Ibrahimi, thuhet që është një djalë i brisht, por është një djalë këmbëngulës, po aq sa dhe një djalë krenar. Janë pjesë e njëra tjetrës. Po. Të ka ndihmuar brishtësia se ti je i brisht. Nuk do thotë që të mos jesh këmbëngulës, se unë nuk po them kokfort, po këmbëngulës. Pra, ti do ta çosh gjën deri në fund. Brishtësia më bën të jem i ndjeshëm, krenaria më mban në këmbë, ndërsa këmbëngulja më ndihmon të eci përpara. Mendoj pak a shumë se mund të jetë dhe përshtatja, ose kategorizimi i pyetjeve që më bëre, me brishtësinë, krenarin. Edhe këmbënguljen. Po. Arilla, flet për vetmin dhe flet shpesh për vetmin. Vetmia, Arilla, është një zgjedhje apo është pasojë? Dhe ti, si e sheh vetmin? Çfarë të ka bërë ty ajo? Vetmin kur e kërkoj më ndihmon të krijoj, të përqendroj në artin që dua të bëj, të jem më i qartë me i ktjellet. Ndërsa kur vjen vetmia, është më e bukur akoma sepse të përmizan. Ndryshe nga mënyra kur e kërkojmë. Që na ndihmon të gjithëve vetmia sepse aty reflektojmë dhe gjejmë dhe veten. Ose në marrjen e vendimeve të rëndësishme, duhet ajo vetmia, qetësia. E sheh gjithmonë në sensin pozitiv. Gjithmonë pozitiv? Vetmin. Në qoftë se e tepron nuk është. E kalon kufirin. Po nuk është. E kalon vinë e kuqe, okej. Në përgjithësi, në shkrimet e tua, Arilla Ibrahimi ngre pyetje shumë të forta. Për shembull, kur luftoni, thua ti, a e bëni nga dashuria apo nga egoizmi? Ti si do përgjigjesh? Mendoj që kur bën diçka nga dashuria, pavarësisht se është e vështirë, ka pengesa, ka kuptim. Po kur e bën nga egoja, më shumë të lodh se sa të ndërton. Deri në humbjen e vetes.
Pra e përdor aq sa pa kaluar vinë e kuqe. Se pastaj të dëmton. Të dëmton. Personalisht dhe unë jam treguar egoisht. Kam humbur veten, po kam gjerë mësimin. Dhe mësimi është diçka e madhe që të ndihmon. I domosdoshëm në jetë. Edhe kam përdorur si material në artin tim. Po, shumë mirë. Arilla, sa i vështirë është rrugëtimi yt artistik në një qytet si Vlora? Të ka mbështetur Vlora apo të ka sfiduar ky qytet? Si e shet ti këtë marrëdhënie? Vlora ka energjinë e vet dhe në një farë mënyrë më ka ndihmuar të rritem si artist. Të ka mbështetur? Patjetër. Të ka mbështetur. Ka pasur edhe kundërshtarës që ka krijuar harmoni të bukur, se dhe sfidat kanë të bukurën e vet, të ndihmojnë ose të provojnë sa do vazhdosh. Do dorëzosh, do të trembesh, apo do qëndrosh. Po është e bukur Vlora. Është e bukur. Është e bukur, është e mirë. Edhe të përcjell një dashuri të shëndetshme Vlora. Kur iki disa ditë në Vlora, se si më duket me zgjedh frymën. Ashtu. Shumë bukur. E përdore metaforën këtu, shumë bukur. Po. Të merret fryma pa Vlorën. Është bukur. Çfarë kërkon të arrish përmes artit? Ti, Arilla Ibrahimi, do të kuptohesh, do të provokosh, apo do thjesht të ndjesh? Duhet të ndjej dhe të ndaj atë ndjesi me të tjerët. Nëse dikush e kupton apo e ndjen, për mua është arritje. Janë gjithmonë të pleksura ndjesit tek Arilla Ibrahimi, të pleksura me njëra tjetrën. Nëse do ta përkufizoje veten tënde me një ngjyrë, cila do të ishte ajo, Arilla, dhe pse? Se do të thosha gri. Grin. Pse? Sepse është një përzierje e gjendjes, dhe nuk është asnjëra as tjetra, por është mes tyre. E megjithatë, në veshje gjithmonë pëlqen të zezën. Po. Arilla, çfarë ndëron për veten tënde? Çfarë ndëron? Të thash, je një poet, je një, të themi, filozof, je një piktor, çfarë ti dëshiron? Do të ndryshosh botën? Apo do të jesh një njeri që nuk pushon gjithmonë së kërkuari veten? Unë dëroj të vazhdoj të kërkoj veten time. Nëse gjatë rrugës arrij të preket dhe të tjerët me artin tim, atëherë është diçka shumë e bukur. Aq më mirë atëherë. Arilla, jemi drejt fundit të emisionit dhe unë kam një pyetje që duhet ta them, edhe ti nuk lëdosh dhe nuk prekesh. Atëherë, nëse shkojmë në retrospektivën e jetës tënde, ti kur ishe 8 vjeç, humbe dëgjimin. Atëherë, mendon që ky moment është zanafilla e gjithçkaje? Do ishe ti, Arilla, kështu siç je sot, filozof, poet, piktor, nëse nuk do kishte ndodhur kjo gjë? Mendoj se pasoja mund të ketë krijuar dhe shkakun, ose rastësia, po mendoj se po, sepse humbja e dëgjimit ka qenë arsyeja që jam marrë me pikturën. Kur më pris një herë aparati i dëgjimit, edhe prisja të vinin aparatet të tjera, donte ca kohë 3 muaj, nuk dëgjoja asgjë. Qëndroja në shtëpi, merresha me ndonjë punë, mërzitesha. Qa do bëj, do vizatoj të jo. Unë nuk e doja pikturën, e kam uruar, edhe të shkruaj turit, nuk i kam dashur. Interesant. Edhe fillova të pikturoja me të roj që më pëlqeu, e mora seriozisht. Me vullnet, me vendosmëri dhe ja ku je sot. Patjetër. Ja ku je sot. Atëre, Arilla, kur thua dhe çfarë mendon kur thua, më ka marrë malli për çfarë? Malli. Për buqeshje të sinqerta. Shumë bukur. Për një regjimin. Më duket mua apo po zbe.
apo po më lënë syt, nuk e di. Është bukur kjo që the, është e vërtet. Janë zbehur disa vlera të shoqërisë sonë dhe kjo që thua ti, sinqeriteti përkundër hipokrizisë, hipokrizia përkundër sinqeritetit. Po, dhe fundit Arilla, a thua ti ndonjëherë, jo, nuk mundem, jo, nuk e bëj? Po të jetë për natë, nuk munda, pa të jetë, nuk di natë. Nuk di natë? Gjallë vlara nuk di natë, vetëm këta mund të them. Po kaq këmëngullës sa jetë, duhet ta mësosh natin. Kam frikë, jam qëmban. Absolutisht, je djallë nga Vlora, do ta mësosh natin dhe nuk është bën fare. Nuk e di. Po ti je këmëngullës, do përpiqesh pak. Po mendoj që kam një përgjigje, po në qoftë se e ndjen, e vret frikën. Unë si duket, ose kam tot, ose nuk e ndjen. Akoma se ndjen. Arilla, faleminderit. Faleminderit që ishe sot në studio. Në një kohë kur gjithçka lëviz shpejt, ai zgjedh të ndalet, të vëzhgojë dhe të reflektojë, duke na kujtuar se arti nuk është vetëm për të parë, por për të ndjerë. Ndoshta siç na sugjeron dhe vetë, përgjigjet që kërkojmë nuk janë gjithmonë jashtë, por thellë brenda nesh. Të nderuar shikues, ishte Arilla Ibrahimi, i cili mbetet një zë i ri, por me një botë të brendshme që flet fort. Një artist që nuk ka frikë të bëj pyetje, ndonjëherë pa kërkuar dhe përgjigje të lehta. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim në emisionin e radhës.